Mirë se erdhët në Gjirokastër, një qytet që nuk të lë kurrë të ikësh, pa të lënë një kujtim të pashlyeshëm. I njohur si qyteti i ngurët, Gjirokastër është një muze i gjallë i historisë dhe kulturës shqiptare. Kur hedh hapin e parë nëpër rrugicën e saj, dihen se po hyll në një botë tjetër. Kalltramet e pirta të çojnë lart e poshtë, sikur të ishin në një labirint të lashtë. Shtëpitë të gjitha prej guri ngrihen si kalat të vogla mbi kodra. Çatit e mbuluara në pllaka gri reflektojnë dritën e diellit, ndërsa dritaret e ngushta duket sikur shikojnë me korreshtje. Nëse ndalon për një çast, dëgjon tingujt e qytetit, hapet që trokisin me kalltram, erët që përplaset mbi çati prej guri, zërat e njerëzve që përzihen mes laqeve. Në zemrën e Gjirokastës ngrihet kalaja e saj madhështore. Ajo mbretëron mbi gjithë qytetin, duke rrojtur kujtimet e shekujve. Nga muret e larta shikon luginën e Tinës që shtsisin një qilim i qepër dhe fshatat që zbulojnë kodrat përreth. Dhënda kalas gjenden larg të vjetra, gjuhën të pushtimeve, por dhe kujtimet e festivalit folklorik ku kombëtarët e vullnetarë nga gjithë Shqipëria e diaspora kanë ngritur zërin nëpër traditë. Baza e qytetit është pazari i vjetër, dikur ku mëshinte nga tregtarë zyrtar, foraktarë që kotisnin hekurin, gratë që thonin qilime shumë ngjyrash dhe tregtarë që sillnin malla nga larg. Dhe sot, kur ecën aty, ndjejnë aromën e kohëve të shkuara. Nëpër dyqanet e vogla gjen punimin guri, truri, tekstile tradicionale, gjithçka që tregon se shpirti i qytetit ende rron. Por Gjirokastra nuk është vetëm arkitekturë e kurrë, është dhe tjepi njerëzve të mëdhenj. Këtu lind Ismail Katareja, shkrimtari masqetar, në librat e tij Gjirokastra me rjet, një qytet gri, por i mbushur me histori, legjenda dhe tërthërima të vogla njerëzore. Kur lexon Katareja, e kupton më mirë se sa thellë rron ky qytet në kujtesën tonë kombëtare. Dhe kështu, duke shatitur mes gurëve, kalas dhe kujtimeve, spret dhe më thellë, jo vetëm një histori dhe sjelltare, por në rrejnë të lashta të kësaj toke. Sepse pranë Gjirokastrës ndodhet një tjetër pasuri, një tjetër dëshmi e së shkuarës, Antigonea. Antigonea është një qytet i lashtë që ndodhur në krahinën e Mëngjerisë, i themeluar nga mbreti Pirro i Epirit në shekullin e 3 para Krishtit. Ai e vuri emrin në nder të gruas së tij, Antigonës, një mbretëreshe re dhe fisnike. Qyteti u ndërtuar në një kodër të lartë, më një mërbojtëse, fut të drejtën e kalltram dhe një agorë ku njerëzit mblidheshin. Ishte një qendër e madhe e gjallë e lidhur me botën mesdhetare. Ashtu si shumë qytete të lashta, dhe Antigonea nuk i shpëtoi tragjedisë. Në shekullin e 2 para Krishtit, romakët e shkatruan. Çfarë mbeti janë themelet, gurët, rënojet, por dhe një kujtesë e fuqishme se dashuria dhe fuqia, jeta dhe humbja janë pjesë e pandarë e historisë sonë. Sot, kur ecën mbi rrënojat e Antigonës dhe shikojnë Gjirokastrën që shtren poshtë në lugin, kupton diçka të thellë. Gjirokastra është kujtesa mesjetare, qyteti i gurit dhe jetës tradicionale. Antigonea është kujtesa e lashtë e mbretërave, e dashurive dhe tragjedive. Bashk, ato tregojnë se kjo tokë ka qenë gjithmonë e gjallë, se çdo brez ka lënë gjurmën e vet, dhe se ne, duke i vizituar, jemi pjesë e të njëjtës rrugë të gjatë që quhet histori. Kështu pra Gjirokastra dhe Antigonea nuk janë thjesht kurrë të vjetër, janë pasqyra të shpirtit tonë, kujtime të përjetshme që na bëjnë të ndjejmë krenari dhe mall njëkohësisht.